Nuk të kam frikë krijese shëmtuar, zemra ime është e pastër si ujë burimi. Kalorësi argjend që ndronte pa lëvizur duke parë dragonin e tmerrshëm prej skeleti. Ai e pa me ata sytë e tij të mëdhenj të shëmtuar dhe bosh. Do ta këpus kokën me kamën time të argjend. Drejtësia do të vihet në vend vetëm pasi ti të kesh vdekur. Ho ho!
Dragojt meshëm u pengua, u lëkun dhe u rëzua me një rënkim pikëllues që të përçon të dridhura në përshtyllën kurrizore. Mbreti frikatak doli nga vendi ku ishte fshehur për të përgëzuar kalorsin e argjend mesjetar. Mjaft, mistrec e vogël, dhe pastroj gjithçka. Por zot Gjildas, po luaj me kalorsin mesjetar. Xhaxha i juaj i miri, zoti Arnold, po na pret për të ngrënë darkë. Akoma asnjë shenjë prej tyre, zot vjejmë i mirë. Asgjë Gjildas, asgjë fare. Tashmë unë nuk mund të shoh, por jam absolutisht i sigurt që kalorësit e mi besnik nuk do të kthehen më pas. Marguximin t'ju themi më zot se ju po bini pre dëshpërimi. Ti dëshiron që unë të kërcej si një klon. Qetësoni, zot vjejmë. Ku shkuan ato ditë, kur kështjella ime shkëlqente me të gjithë lavdin e saj? Ku janë burrat e mi, rojtarët, këngëtarët e... Mjerisht të gjithë kanë marrë aratin, zot vjejmë i mirë. Unë jam i verbë Gjildas, por jo i pamend. Është mjaft e qartë se asnjë nuk dëshiron të qëndrojmë në këtë kështjellë. Kush do të dëshironte të jetonte këtu në frikën e goblerit? Me qëra fjala është koha e dur që të dërgojmë besën tuaj në një vend të sigurt, në konventën e dhembit të shtrembër. Gjildas, si ku të kisha një nip. Do t'i kisha mësuar rregullat bazë të gjuetarëve të dragojve. Po, të lutem, Xhaxha, do t'ishte fantastike. Nuk mund të bëj gjoja si kur je djalë vogëlushe ime. E vërteta është se ti nuk je. Gjuetia nuk është e përshtatshme për vogëlushe të brishta si ti. Është granioni i bismutëve, Xhaxha. Granion! Je gjallë! Po goblerin e botës, a e ke parë, a e there atë? Jepi fundër kimi të në të kotë, do të mere përbon me te. Edhe tani, ku janë kalorësit e tjerë besnik? Me gjithë respektin im zot, kalorësi ynë është bërë shkrumbe hi. Kalorës që digjen. Një tjetër shenjim, zot. Grini urën! Urli portën e Do hekur! të gjejmë një kalorës të madh. Shko bëj gati çantat e tua, do të shkosh në dhëmi shtrembër. Kështin të gjitha dyje, edhe më sillni shpatën e luftës. Gjildas! Duhet të gjej një kalorës të argjend mesjetar. Bishtin, Lianqo, bishtin! Jep një vësim, ma të gjove! Jepi! Ciao në kam të si bëhu vigilem! Edhe mos e lejo të vjellë mbi ty tani!
Ja doli. Në rregull, Gjemas, ma vitja maroj. Ej! Le ta shohim një herë. Artikulli 3 në 2 fatura për therën e mamularit. Gjoni shëndoshi Weekend Shirit detyrohen gjuetarit të kuzimshëm të dragojnë dhe shumën e vogël për 24 kuineve. O, nuk shoh gjuetar dragojnë, shoh vetëm Palaço. Shiko çka trahur. Shiko çfarë i ka bërë fushësime me lakër, kloni yt me gjylen e tij antike. Gjoni shëndoshi Weekend Shirit, pa shik këtu. A nuk është fiksi juaj këtu në fund të kontratës? Mjaft more mi kanalet, se do të godas për vdekje. Shoku mos kërkon që ai miku im aty me muskujt të nxehtë aty mbrapa, këtë kërkon ti. Shpo rruga fushat e mia dhe mere me veta të Palaço. Që nushi do ushimin e ti. Dragoja! Edhe kjo më tesh. Bukur. Ja, mu shqepën dhe getat. Si është puna, Guizda? Je i mërzitur? Mendon që të pak të një herë ta marrësh punën tënde seriozisht? Është gjithmonë një gjë Liançu. Gjithçka që ti bën, ajo është vetëm një shfaqje pa vlerë. O, unë nuk e bëj me qëllim. A nuk do të ishte më mirë të... Shiko, po pse të lutem, këta fshatarët nuk paguajnë asnjëherë. Sepse nuk kanë para? Jo, ata na grabisin pasi ti nuk je i besueshëm. Çfarë do të thotë i besueshëm? Unë nuk e di, po... Shiko, marrim Hektorin si shembull. Hektori me dhëmët e tij të mëdhenj dhe me gëzovin e tij, po është i besueshëm. Edhe jam se fshatarët e kanë frikë ata. E kuptove tani? Ashtu është shoko. Ti nuk e kupton. Shiko, një gjuetar dragojnë që është i besueshëm, bën që toka të dridhet kur ai ecën. Në rregull? Bum, babum, bum, babum, babum. Edhe po t'jetë e nevojshme, ai godet klientët, bam, bum, bum, disa herë, edhe u merr parat. E kuptove tani? Rahim klientët? Kjo do të thotë i jesh i besueshëm? Në rregull, ja një shembull tjetër. Mendon se gjuetar dragojnë që pëlqen të thur triko është i besueshëm? Mua mu hap një vrim E jark mamularin e tua për çfarë? O ti kokë ndrysh, thurja është për zonja të moshuara. Më ka mësuar mamaja ime.
Shiko, më vjen keq, nuk po e mendoja vërtet atë që të thash për thurjen. Nëse dëshiron një shok më të besueshëm, pse nuk shkon ta kërkosh? Mos u bëj shaka tani. Unë nuk do të mund të gjej kur një mik më të mirë se ti. Ti po e thua vetëm që të mos mërzitem unë. Mjaft tani. Kë thua ti që të marr për partnerun? Johnny në shëndosh të Wikishirit? Unë që s'bëhet, ne jemi një skuadër e vërtet, unë edhe ti. Edhe unë. Po, edhe Ektori, që të tre bashkë. Si thua, Guizdo? Një dita do të kemi dhe ne fermën tonë? Pa tjetër që po, ke për ta parë. Një shtëpi e vogël e qetë mbi ujra, dhe do të kemi pula, lop, dera. Dhe mund të kemi dele. Për leshin. Po, e vërtet, edhe ti do të më thurësh një shall dhe të brëndshme leshi për dimrin. Çfarë? Dragonj elektrik. Kjo mund të sigurojt sa para shpejt neve. Eliançu, më prite mua! Jo, unë jam Liançuja. Ti sa po më shpëtove jetën. O, zoti ma, 2 ardhusa të thekura xhimba me çmimin e njërës. Në fakt, kur them çmimi, është një mënyrë të thënit, më kuptoni apo jo? Tani kemi 2 dragojnë xhimbot, meri i natës, 30 guineas për të paguar në fund. A ke para me vete për klushe? Jo. Ma mori mendja. Po me siguri që papa yt ka para, apo jo? Ku i ke prindrit? Kanë vdekur, zotëri. Çfarë fatkeqësie. Të rish punuan për hiç gjëneve. Çfarë po bëni me së pyllit natën ti pas një guinea në xhep? Po kërkoja një kalorës për xhaxhain tim. Ai është shumë i pasur. Pa prit një minutë, shumë i pasur? Ju jeni kalorës, apo jo, zotrin? Kalorësi Liançu ishte fshehur pas portave të fshatit. Dielli kishte lindur, dragojnë të uritur për gjak po sulmonin nga të gjitha anët kalorësin Liançu. Ai ishte vetëm. A e kuptove? Dhe pastaj? Edhe më pas, kalorësi Liançu u kap në zati me majën e dhëmbit të tij. Nëpërmjet dhëmbit? Po, dhe kërceu për mbi turm duke bërtitur. Po më pas, çfarë ndodhi më pas, zotri? Po, dhe më pas, kalorësi Liançu u hodh mbi turma. Uam bam, falendesoj, shmangi edhe një shpatë me të dyja duart dhe një shkel në rrovanicë dhe i bën të gjithë të fluturojnë. Një masakër e vërtet. Dhe u desh një javë të për të pastruar fshatin. Wow. Edhe para shumë këtu ndodhi gjithë historia. Wow, është e pabesueshme. Po thuaj se aq fantastik sa kalorësi argjend mesjetar. Çfarë? Konkurrencë? Kalorësi argjend mesjetar, heroi i legjendave. Edhe ai lufton me dragon, me forcë, guxim dhe shpirt bujar. Po? Është pak a shumë ashtu përveç pjesës së bujarisë, më kuptove? Nuk duhet të besosh çdo gjë që lexon nëpër prralla, apo jo, voglushe? Pjesën e dukemi më shumë si kalorëse nda thak. Sidoqoftë, Xhaxha Arnoldi do të gëzohet kur t'ju shoh.
të bëhem vërtet i besueshëm. Zonja dhe zotrinj, si bëja kaloni, pusgjeti dhe hapni kuletat tuaja të fryra. Zoti Guizdo dhe kanor Silian Çu, gjyhetari më madhashtoi dragojve. Kush guxon të më shqetësoj në procesin e Kristit? Me gjithë respektin, zotria im, janë dy ndacak dhe mbesa juaj. Nuk është ashtu. Zoj! Jenë kalorët e ndacak, sa po më shpëtuan jetën. Po në dhomën tënde, aratisur e vogël. Xhaxha. Nesër, me njëherë të këllëm i shtrembër. Po ju, qëfar bëmash keni bërë? Përveç se jeni njitur pas besësime. Neve, shiko, kalor si fisnik Lian Çu është shumë i famshëm në shumë vende. Veprat dhe trimëritë e tij kanë frymzuar shumë të tjerë për fati. Kurse folklorin, luftëtar, lëviz, një hap përpara. Pas ka muskuj. Dhe, po qitë gjallë. Po, ka vetit e një luftëtarit të Maria vërtet. juaj, nëse më lejoni, ato janë thjesht... Pusho, Gjildas, le të ecim para birë. Kam një mision për ty. Qdo 20 vjet, dragoj me I të mërshëm zgjohet dhe del nga strofka e tij e largët në fund të botës. Kur ai vjen, përpin në rajone të tëra, djeg me qindra fshatra, këltit fortesa të tëra, dhe para se të kthehet në strofkën e tij, le pas veçi. Gjildas? Unë kam përshkruar në këtë kalendar të gjitha shenjat e zgjimit të tij. Shikoni, shkatërimet, kalorësit që digjen vetvetiu, reja e kuqe, urat duke lundruar tutje, fshatraj që fundosen dhe kafsh që flasin. Kur të gjitha këto gjëra të ndodhin, birim, ai do t'jetë kthyer përsëri. Glober I botës. Unë e kam para të. Madje kam ngritur edhe shpatën time para ti. Dhe një shikim I zjarrt I tij I ktheu sytë e mi pas dhe kafkën time. Që atëherë, ajo që unë mund të shoh është vetëm një mjedis gri. Një vend I tmerrshëm ku nuk ka as jetë dhe as gëzim. E çfarë është ajo pema e vogël aty pranë dragojt? Ajo është një shkallë kalorës I dashur. Shko në mbretërinë e tij, hy në strofkën e tij, larg në perëndim, përtej fundit të botës dhe godite ndërkohë që fle. Para se të jetë shumë vonë. Por jo, është një goditje mizore. Shikoj atë, është gjithçka e... Godite për vdekje dhe bota do të shpëtoj. Lian Çu, thuaj mirupafshim, ne po shqetësojmë zotrin. Shëndeti dhe shikimi im do të më rikthehen dhe unë kam për t'ju mbuluar me arë. I dashur klient, nëse mundesh përgatit një vend për kokën e tij në muzeun tonë të Tmerrit. Por fillimisht më lejoni t'ju tregoj kontratën tonë standarde. Një paradhënie e vogël speciale për shpenzimet e udhëtimit, edhe një çantë me flori do të ishte më së mjaftueshëm. Ma kurse folklorin, Gjildas! Po vendos një X atje, këtu edhe atje. Rrotulla, kontrata është në rregull. Preja e kuqe, im zot. Ngrini urën, urni portën e hekurt.
Ecni drejt perëndimit, zotrinj, deri në fund të botës. Po, patjetër, zotrinj, përshëndetje zonjusha nga ana ime, po. Po ku po shkon? Shoku nuk jepet mundësia çdo ditë që të vjedhësh një plakush të verbër. Ajo nuk është rruga që të çon në fund të botës. Liançu, nuk e kupton fare ti kujt I intereson fundi I botës së tyre, ne jemi të pasur. E di se çfarë është kjo? Një paradhënie? Kjo është ferma jone vogël, shoku. Ajo që kemi ndëruar gjithmonë me dele gjithandej. Ndërkohë që egërsirat janë atje lart, le të largohemi. Do vije dhe unë me ju, zotrinj. Vajza! Çfarë? O, Zoj, po ti nuk e ke seriozisht. Sigurisht, xhaxhai më ta të vi me ju deri në fund të botës. Vërtet? A nuk ishe e dënuar ti? Jo, madje më tha gjithashtu se duhet të mësoj rregullat e betejës. Jo dhe jo. Shko në shtëpi dhe thuaj xhaxhait se zoti Guizo nuk pranon praktikant. Ai tha gjithashtu se nëse nuk do të më merrni, ai mund, çfarë tha? ai do të godas prapanicën tënde në publik. Prapanicën time të zbuluar? Në publik? Vërtet fort edhe për më shumë, ai po përshtyll zjarr. Shka, da unë të zjarr. Jo, është po thoj aktor, ishte sa I po e bën me gojën e tij. Nuk shikoj ndonjë gjë për të qeshur to. Wow, ti po që ja tregove vendin atij dragoi të kuq, zoti Liancu. Wow, kjo ishte e pabesueshme, sinqerisht beta pa fjalë fare. Unë duhet që të gjej topuzin tim. Sfatën e çuditshme, më prisni edhe mua, zoti Liancu. Do ta gjej unë atë. Në rregull, zoti Liancu. Besoj se tifozja jote edhe pak edhe do të më çmendi mua. Pa përmendur atë ndjerjen time lakurish në publik. Kontrolloj pas atyre shkurreve. Zoe, I me çantën e tua dhe ik shtuku tani. Shko në shtëpi tani. Ne nuk udhtojmë me fëmijë. As vet nuk e di, por kam një ndjesi të çuditshme që diçka e pakëndshme do të ndodhë.
Dhe zoti Liancu ishte në urën e perëndimit me një dragua të madh të kuq, I cili nxirrte flak. Liancu sa me zërin e tij të trash. Unë nuk të kam frikë, dragua e kuq, bëj vetëm një lëvizje dhe je I vdekur. Kush është njeriu me një midhëm, meri dragon dhe nga larg dhe plan, është pëtimtari I ditës, sigurisht që është ai, s'ka mundësi si të jetë një tjetër. Kalor si argjend mesjetar. Si u bëre kalorës I vërtet, Liancu? Ke bërë shkollën e kalorzve? Wow, s'më besohet që po më merr me vete. E kam fjalën është e pabesueshme. Po kalorse ka, sepse unë dua të bëjmë kalorse. Po kur vareshe në majën e dhëmbit, po si e bëje? Po shpata e çuditshme. Shpat magjike është? Unë me të vërtet nuk e di. Kalorsi argjend është edhe modest gjithashtu. Gjithmonë thot, modestia si e kalorsve të mëdhenj. Është heroi im I preferuar. Të më pëlqente që ta takoja një ditë, të të bësh ta shoqja e tij, kalorsja e tij. E pabesueshme, ë? Po, kjo është e pamundur. Çfarë zgënjimi. Unë nuk doj të më. Unë do të varr veten. Janë vetëm flucka. Vendosa bim mbi to. Nuk po flas për fluckat e mia, por për princeshën Llafazane. Një zjarr! E jani të bëjmë një zjarr të madh. Si do I qoftë, e vure re sa I besueshëm jam me të? Por Liancu, ideja për të qenë I besueshëm ishte të merrim paratë e Xhaxha Arnoldit edhe t'ja mbatim, jo të luanim lojën e kalorzve dhe të tregojmë deri në fund të botës. Se janë guste Liancu, bashku me qenin blu që flet, shkojnë gjithmonë për të mbledhur dru për zjarrin. Pa më thoni zotri, e kam gabim apo qeni juaj është pak I çuditshëm? Pra, doja thuash që ne nuk kemi kalorës të vërtet? Po, gjithashtu edhe që I vëmën paratë Xhaxhait të saj, edhe më pas po për aplajmin gjithandej. Jo shoku, ne po bëjmë një detyrë serioze. Ky po që është I çuditshëm. Po çfarë do të bëjmë tani? Ti që qafën me spyllit, nuk do të ketë çara, as buja, as shpjegime, po, është një mënyrë e pagabueshme, edhe nëse kemi pak do e kollaborojnë kafshët e çuditshme. Je I sigurt? Sigurisht që po. Gobleri I botës dhe ajo pema e vogël, nuk bën për mua. Sonte do të presim derisa ta zgjumi dhe t'ja mbasim. E kujt është kjo? E Guizdos. Sa për të qeshur zotri, më vjen shumë keq, por thurja është për gjyshet. Jo, nuk është. Po, sigurisht është. Ajo ka plotësisht të drejtë. Thurja është për zonja të moshuara. Edhe e vërteta është se mua më ka mësuar mamaja ime edhe thurja më qetson. Veçanërisht pas ditën e lëndshme. Prandaj ik zhduku edhe merru me punët e tua. Sa shumë shenja pas keni zotri? Lak gjuatje janë ato? Atë dhembin, mua po edhe unë kam disa, të ma ka bërë një ketër ku po luaja mbi pemë. Dërsa këtë një rose cila ishte shumë e inatosur atë ditë, pare se prindrit e mi të vdisnin kishim shumë rosa, pastaj mua më mori Xhaxhai. Nuk lodhesh ndonjëherë ti? Sigurisht, por gjithmonë dua të dëgjoj një përradh para se të fle. Një histori para gjumit? Oh, po, një të shkurtër. Të lutem, zotri. Me një fjalë një histori të shkurtër dhe ty të zgjumi. Hej, atëherë nuk ka problem fare, një tregim dhe ti bie e vdekur, dhe ty të zgjumi. Le të fillojmë pra. Në rregull, kalorsi argjend mesjetar. Kalorsi argjend mesjetar e nxori me forcë nga errësira krijesën e tmerrshme. Nga luspat e tij po pikonte gjak nga fëmia që ai sapo kishte ngrënë. Ulurimat e të cilit dëgjoheshin akoma në erën e ftohtë të labirintit. Krijesa e shënosh dhe neveritshme hungëroi. Duke treguar dhëmbët e ditën fret, të shtrembër, ai lëvizi nga muri gjithfal. Kalorsi mesjetar argjend e pa ngulta të sy dhe I tha me një zë që nuk dridhej. Nuk të kam frikë, krijesë e frikshme. Zemra ime është e pastër, si uji I kulluar I burimit. Me kamën time të argjend do ta këpus kokën. Dhe drejtësi do të vendoset vetëm kur ti të kesh vdekur. Kalorsi argjend mesjetar hodhi shpatën e tij që shkëlqen si një diamant edhe përbind që I vdiq në vuajtje të tmerrshme. E po, unë kur? Nuk ka si tjetë ndryshe, kjo vajzë është tepër mistrece. Fëmijët nuk duhet I letojnë këto gjëra. Hey, e thuri gjumi, le të ikim Liancu. Ky është rasti ynë. Largohemi. Hey, Liancu, të ka thënë gjumi ty?
Pra Liançu ngriu. A më dëgjon apo jo? Liançu, zgjohu. Nxito pra, a më sheh? Ngriu. E Liançu. A më dëgjon apo jo? Liançu. Ke fjetur keq? Sonte, nëse ti fillon të gërasësh sërish, kam për të na kputur hundën. Po shtiresha. Çfarë? Seriozisht po fleti? Po kjo është e padrejtë. Nuk mund të braktisen fëmijët në pyll. Sigurisht që braktisen. Liançu, ferma jonë e vogël po na pret aty. Dhe ti për shkak të një vajze të vogël që po mendon se është. Do të humbas rrugën. Jam gati. Tani dua vetëm një omlet me disa copa kërpudash brenda. E pabesueshme. Unë hëngra copat e vogla të kërpudave dhe xhiras përpiqej të më bënte që të haja edhe vezën. Po ty zoti Liançu të pëlqen vezën? Unë mendoj se ka nerë shumë të keqe. Po edhe ne do të humbim, shoku. Le ta pranojmë, sigurisht që nuk është tani. Nga ana tjetër nëse kalojmë orën e vogël atje, arrim të ajo fusha e vogël me luleshëra ku ishim dje, dhe kështu ne mund të vazhdojmë të ecim në rrugën tonë. A nuk është ande rruga për në fundin e botës? Në rregull, pra është kaq e banesueshme që ne po të marrim ty me veten në aventurën tonë të vogël, se nuk zhdukesh më mirë të dalësh të punojmë të qetë. Edhe përveç kësaj, nuk do të na mësosh ti gjeografi neve, dëgjove? Zoti Les Player, një nga kalorësit e Xhaxhait. Je mirë? Pik muni qafe kresa në shmangura, më lili të qërë. Farë? Po ju nuk jeni kapsha, po jo? Jo, jam unë, Zoj. Zoj? Se nuk po më nje? A i shpëkti që të shmandur? Ska qenë kështu më parë. Zoj! Nuk të kam friko kryese shëmtuar. Zemra ime është e pastër si ujë burin. Atje, a nuk po shihni dhe ju një kalorës? Bane qëtësi, bane si ju them unë, shkoni në shtëpi. Porim Zot, po gobleri i botës. Haroj e goblerin e botës voglushe. Po dërë sërish fara ti more lafasani vjetër? Jo, unë nuk po dërë fara. Hej, ky është Zoti Guizdo dhe kalorësi Liançu, po shkojnë të kapin goblerin e botës. Çfarë? Ju jeni të çmendur? Ju jeni të çmendur apo jo? Po përgjigjni, me di që jeni të çmendur, ju jeni të çmendur, I çmendur, jam kaq i çmendur sa jam çmendur. Zoti Liançu, shikon shpesh ëndra të frikshme? Edhe unë, shumë shpesh, gjithmonë të njëjtën, me dragojnë e të mërshëm prej skeleti. Unë bërtas, por nga goja ime nuk del as një tingull, dhe dragojnë poshtë të gjithë vetëm me një shikim.
E vëre zoti Liancu, këtu si kur po vjen erë të keqe. Stomakun e kam si të lidhur, duart po më djersiten, këmbët po më driten, dhe djers të ftohta po më pikojnë nga qafa. A është normale kjo? Zoti Liancu, unë mendoj, dua të kthehem në shtëpi. Qati nga na doli? Qytet fantazmi frikshëm, apo pylli frikshëm? Qytetin të frikshëm. Çfarë? Ere mirë. Kurshur. E të shkërmani të shojmë. Çfarë problemi ka? Pema e madhe. Po, çfarë ka jo? Ato gjethet janë shumë të çuditshme. Vallëzim të këndshëm, gjethet të frikshme. Ja lëkuri të shmandu të ure! Shiko tu! Gjetje bukur vazo e voglushe. Po, ik të gjashtëndet. Jo. Mjafti shqetësua delet!
me lakuricet e natës. Unë kërkova ndihmë dhe ai nuk luajti nga vendi. Unë trokita, por ai nuk ma hapi derën. Dhe ta mendosh tani që do t'ishim duke pushuar në fermën tonë të vogël. Ne kemi sheku që flasim për fermën tonë të vogël, apo jo? Që kur u larguam nga jetimorja e nëna Hubas që kur ishim të vegjël. Ja të kujtohet kur ne ishim të vegjël, kur unë të mësoja si t'i fshije biskotat që fëmijët e tjerë të mos i vidhnin. Edhe t'i rrije një djalë më të madh sa herë që ai merrte biskotat e mia. Ai mban mend këto liançu. Pasi të ketë vdekur Gobleri i botës, ne do të kemi fermën tonë. Po sigurisht, i madhërish Liançu do t'i thot Gobleri të botës. Unë nuk kam frikë krijesë shëmtuar. Edhe po Gobleri i botës vdes dhe ne të gjithë jemi të lumtur. Mjaft. Ajo nuk ka mbaruar. Dhe natyra lulëzon gjithçka është jeshile dhe leput e vegjël fluturojnë gjithandej. Kështu është apo jo? Mjaft. Po ne të gjithë do të vdesim. Për shkak të një vajze të vogël që ëndra me kalorës, por jeta nuk është që prall. Në jetën reale kalorësit vdesin gjithmonë. Dhe unë nuk dua që ti të vdesësh Liançu. Atëherë përse nuk largohesh nga fshati, nëse nuk do që të vish? Po, me një fjalë kështu që ka puna, po kjo është pikërisht ajo që do bëj unë. Lam të mirë dhe gjuhë e ti të këndshme, kalorësi Liançu. Lëvisi! Zhduku! Do të shihemi së shpejti. Përse po largohet, zoti Guizdo? Sepse ai thotë që ne të gjithë do të vdesim. Këto janë broçkulla. E ke fundit ai mbase ka të drejtë. Jo, ai nuk ka të drejtë. Ti je më i forti se kalorësi argjend mesjetar. Guizdo thotë se jeta nuk është një përrallë. Gjithsesi, çfarë di zoti Guizdo? Dhe për më tepër, kush është Guizdo? Zoti më dhën Prafanica, zoti Mendjemadi, apo zoti Këmbflluska? Ai ishte shoku im i ngushtë.
çfarë më bëni këtu ju? Përshëndetje, zoti Guizdo. Pra, tradhari po zbret nga ania, apo ja? Po çfarë po flisni më thoni? Ti po braktis shokët e tua? Zoti Frikacak. Prit një sekond. Po ju zonja, çfarë kërkoni? Të më bëni që unë të ndihem fajtar? Ti frikacak? Frikacak sa? Edhe çfarë pastaj? Po ju dukem si heroi kësaj prave, ha? Kështu ju dukem? Po janë që? Çfarë do t'i ndodh atij, a? Ai nuk më dëgjon fare mua. Unë po dridhem si gjethe. Zotëri, unë po dridhem si Të gjetë. gjithë fajin e ka zoj tatin. Zoti gënjeshtar. Zoti hajde. Nuk e zgjodha vetë, jemi vogël dhe i varfër. Mos haroj i shëmtuar dhe i dobët. Pikërisht pra i shëmtuar edhe i dobët. Dhe tani ishte si kaj, lakurit të shpikur, lakurit të poshtër. Unë nuk besoj në heroizmat e vetë. Jetuar për gjithon të nutur, edhe në kafshë që flasin. Po, në kafshë që flasin. Kafshë që flasin? Guizdo. Zoe. Liancu? Zoti Liancu! Zoti Liancu, në qatë më ndodhin gjërat të çuditshme. Po prit këtu. Pa më thuaj pak po glushe, çfarë kam unë në fund të krave të mi? Duart? Gabim! Përshëndetje Zoj Voglushe. Liancu, zoti Guizdo po bën gjëra të çuditshme me duart e tij, si kalor si Lens Flair. Po shqip. Duhet të gjejmë një fshat më të madh. Po pra tani, daftu sallë, zoti Guizdo, nuk është për të qeshur. Përshëndetje të mi! Ju pëlqen të dëgjoni një histori? Po, na tregoj një histori. Historia e një vajze të vogël e ime që mori për kalor artistik dy mashtrues të poshtër. Jo! E kemi të quar një herë atë. Atë një tjetër, të lutem. Po, ajo e kalor si të këndshëm që e hëngri trajtoi për fat të një vajze të vogël që ndërron të kalor artistik. Po, ajo është shpirtful. Edhe ajo e tyre kuritjeve të kuq që mbysin vajzën e vogël. Pa. Kjo ishte. Kjo është historia e dur.
Zoe? 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 Shukësh. Nuk I ndjej fare këmbët. Këmbët I ke për mrekulli. U rëzove keq, vetëm kaq. Kishe të drejtë, zoti Guizdo. Jeta nuk është një përrall. Por e di, nuk ka rëndësi nëse nuk je kalorës. Ju mbeten një heronjtë e mi të preferuar. Liamçu është më I fortë se kalorë si argjend me sjetar, dhe kjo nuk është një përrall. Ju mjafton që të besoni. Por Liamçu ka nevojë për ndihmën tënde që t'ja dalë mban. Më premto që nuk do të dorëzohesh, Guizdo, që vdekja ime të mos shkojë kot. Unë të jap fjalën, Zoe. Do ta bëjmë cop goblerin e botës. Vërtet? Të betohem që po. O, faleminderit, Guizdo! Por ti nuk e vrar? Jo, unë ras atje poshtë. Kjo është e pandershme. E kupton do të sa shumë na trembe apo jo? Se vërtet u friksove? Sigurisht që po. Kjo do të thotë që ti më do. Shumë bukur tema, festa mbarojme kaq. Kemi një gobler të botës për të vrarë. Çfarë është ajo pemë gjigande? Është një shkallë kalore si dashur. Çfarë është ajo? Çfarë është? Mos e gjet armet? Jo. Është gërhitje. Dhe duhet ta gjejmë.
Shpejt, shihuni! Përbim që kej! Ëndra ime keqe! Ai është dragoj për skeleti ëndrave të mia! Ne duhet të besojmë, apo nuk është ajo që më the ti? Prandaj mbau fort. Unë besoj. Unë besoj. Lëri ata të qetë. Unë nuk të kam frikë ty, krijesë e shëmtuar. Zemra ime është e pastër si ujë burimi.
Tani çdo gjë është shumë e bukur. Tani atje do të vendosim lepurin. Atje do t'jetë kafazi pulave? Çfarë po thua? Terma jone vogël që ki dashur me dele për lesh. Edhe atje mulliri për bukën. Një mulli madhe dhe një hangar, edhe shiko, kur unë them një hangar për delet, do a them një hangar i vërtet për delet. Edhe aty do t'jetë shtëpia jo. Dhoma jote e gjumit, dhoma ime e gjumit, edhe dhoma e Zojt, sigurisht. Një dhoma e madhe me pamje nga lepët futurues, kur to që ajo të viqet në takoj neve gjatë pushimeve. Apo jo, ti thua? Po! Sa bukur. Pra, do të shkojmë të Xhaxha Arnoldi për të marrë sa para. Me siguri që e meritojmë. Ne vrasim për bindës të mëdhenj, me kama të preta gjatar dragojsh, ishte i madhe i shëndosh, tani ka vdekur dhe me fshatin do të dojnë. Kalorësit e mi. Por zotria imi mrekullueshëm dhe i pasur ne jemi këtu. Ju? Po, janë çu dhe kuizo, gjyhetarët e dragojve. E pa mirë, pra shiko, a nuk është diksi juaj këtu në fund të pergamenës? Mjaft me kaq. Unë nuk po shoh ndonjë gjyhetar. Ajo që unë shoh janë dy mashtrues të poshtër e tulët. Nëse më lejohet, im zot, unë ju pata paralajmëruar për këtë gjë. Por Xhaxha, është e vërtetë që Liancu ka vrarë gobririn e botës. Kjo është arsyeja pse u shërove dhe natyra lulëzoi dhe ka lepuj të vegjël gjithandej. Ti, bellarak e vogël, këto prralla që tregon nuk të shojnë asgjë. Këto nuk janë prralla. Liancu është një hero. Po i qysh moj vajze pa edukat. Sytë tu janë akoma më të verbër se më parë. Drejt edhe në konvikt, mistrece e vogël. Do t'je më mirë atje. Do të preferoj më mirë të shkoj në konvikt, se sa të jetoj me një mendimat hidrat pas zemër, i cili as që më do. Zoj, theu me njëherë këtu. Zoj ka të drejtë. Ju jeni vërtet një dështak, edhe përveç kësaj zemër ngusht ndaj foglushes. Ju nuk e një zori fare, ajo është e këndshme, është trime dhe është shumë e squar. Ajo meriton të ketë më shumë se sa një Xhaxha të pandershëm, egoiste dhe kurnat. Dhe me gjithë respektin që kam për qimet në hundën time, do të doja të dhja se çfarë ka për të thënë zoti Arnold Legatari për këta këto. Ja, dëgjoj këtu. Po të them se këta nuk janë persona të respektueshëm. Ai unë e vrikos kur ti e quajte atë Arnold Legatari. Prit një sekond, zoti Fregatak, ti mund të kishe bërë diçka. Përse? Ti vetë ke bërë një punë të shkëlqyer. Punë të shkëlqyer? Po tallesh me mua? Po të mos ishte për ty, Zoi do e kishte ngrënë një dru të mirë. Hajde çfarë? Ti ke të drejtë. Mendon se do e shohi më Zoin? Haroje, shoku. Pa idhi një sy vetes. Asgjë nuk ka ndryshuar. Vazhdojmë të jemi dy mashtrues të poshtër shtektar, të mirë për të ngrënë dru nga fisnikët. Më prisni edhe mua kalorës fisnik. Zoi? Zoi? Po ti çfarë bën këtu? Konvikti dëmbi të shtrembur nuk është në stilin tim. Do të vi të jetoj me ju në fermën tuaj të vogël. Po cilën fermë të vogël? Ti e di, për atë që ndërron. Me mullirin e madh dhe hangarin dhe me delet, që të prodhojmë lesh. Zoi, unë të dua shumë. Ne jemi gjyhetarët e dragojve, ne mund t'i mbyllim la la la, dhe kur sy t'i mbyllim para do t'i gradisim, dhe
Sjellje përsëri do të shkëlqej.